I hate to tell you this because this is going to make everybody mad at me, but what the heck? I mean, my own inclination is Macedonia is not a country. I'm sorry, it's not a country. They're so constructed that they'll never be able to get along. So the Kosovars and the Albanians in Macedonia should become part of Kosovo, and frankly, the other part should become part of Bulgaria or wherever countries they are associated with. And this idea that we're just going to keep Macedonia alive because somebody 30 years ago decided this is the configuration that Yugoslavia, that's the byproduct of the existence of Yugoslavia. There's no reason for us to keep that solidified. Kongresmeni Amerikan Dana Rohrabacher është një për njerëzve më me peshë në dhomën e përfaqësuesve, si një ish ndihmës i presidentit Reagan, atij i pëlqen që t'u jepet një shkundje politikave të brendshme dhe të jashtme. Ai e pret me entuziazëm kryerjen e një politike të tillë edhe nga presidenti i ri Trump. Mr. Congressman, thank you for having us. Zoti Kongresmen, faleminderit që pranuat të flisni për ne. We have this situation in Kosovo with the relation between Serbia. Kemi një situatë fundit në Kosovë dhe marrëdhëniet me Serbinë. Kemi trenin serb që tentoi të hyjë në veri dhe kemi arrestimin e ish komandantit të UÇK-s, ish kryeministrit dhe deputetit parlamentit Kosovës Ramush Haradinaj. Çfarë mendoni për këtë situatë? Si mendoni se mund zgjidhet ajo tani kur jemi në vitin 2017? Now when we are at 2017. People should be committed to getting past these roadblocks that have prevented. Njerëzit duhet të angazhohen që të lënë pas ato barrikada që kanë penguar përparimin me serbëve dhe kosovarëve. Nuk ka patur angazhim të mjaftueshëm. People have been so stuck in what was going on 20 years ago. Njerëzit janë bllokuar në atë që ka ndodhur 20 vjet më parë, duke lejuar që të vazhdojë një situatë e papranueshme dhe që të vazhdojë të ekzistojë. Situation to continue to exist. And the people of Kosovo and actually the Serbs as well. Populli i Kosovës dhe serbët gjithashtu po vuajnë sepse ka kaq shumë mundësi që të bëjnë gjëra që të ecet më mirë, por askush nuk ka patur vullnetin që të merret me thelbin dhe që të kuptohet se tashmë Kosova është një shtet i pavarur, sepse populli i Kosovës nuk donte të ishte pjesë e Serbisë. Kosovo is now an independent country because the people of Kosovo didn't want to be part of Serbia. Serbët duhet kuptojnë se shqiptarët kanë të drejtë ta bëjnë këtë. Kosovarët duhet kuptojnë gjithashtu se në ato zona që janë pranë kufive me Serbinë, nëse shumica dërmuese e popullsisë janë serbe, ata duhet i bashkohen Serbisë. If the vast majority of people are Serbian, they should be in Serbia. Gjithashtu edhe shqiptarët që janë pjesë e Serbisë dhe që nuk duan të jenë, duhet të jenë pjesë e Kosovës në vendin e tyre. Pra ne duhet përballemi me këto çështje thelbësore dhe të tregohet paksa vullnet i mirë mes Serbisë dhe Kosovës. We need to face these fundamental issues. Unë mendoj se tani ka ardhur koha kur kemi një president të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ka vullnetin të shohë dhe të mbështesë krijimin e qasjeve për zgjidhjen e këtyre problemeve që zgjasin prej shumë kohësh dhe tashmë ka ardhur koha që ne të veprojmë. Creative approaches to solving these long-lasting problems that now's the time for us to act. So this Shqipëria dhe Kosova presin shumë nga Amerika. Si mendoni, këto pritshmëritë këtyre dy vendeve janë reale tashmë që Trump është presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Well, I think that what the people in that part of the world, not just the Kosovars and Mendoj që ajo që njerëzit në atë pjesë të botës duhet të dinë, jo vetëm shqiptarët dhe kosovarët, por edhe serbët dhe të tjerët në rajon, që ne kemi një mundësi me këtë president që të marrim atë çka ka ngrirë në realitetin e 20 viteve të fundit dhe të bëjmë ndryshimet e nevojshme. For the last 20 years and make the changes that are necessary so that young people will have more economic opportunity. So that this region doesn't slide. Në këtë mënyrë të rinjtë do të kenë mundësi më të mira ekonomike. Rajoni duhet të ecë me hapin e duhur aty ku ndodhet pjesa tjetër e botës dhe të çlirohen nga këto stereotipe të mbetjes pas në kohë. As compared to what we could be doing if they were freed from this stereotypes and this siç janë ato se përse Kosova po pavarësohet dhe Jugosllavia u shpërbë. Yeah, we've got some opportunities now. Po, ne kemi disa mundësi tani dhe duhet i kapim ato. The very first step should be changing the borders
Hapi i parë do të jetë ndryshimi i kufive. Rregullimi i kufive në hartën e tanishme në mënyrë që serbët jetojnë në Serbi, kur është e mundur, dhe kosovarët jetojnë në Kosovë kur është e mundur. And Kosovars live in Kosovo where possible. At this point, what do you think about the Albanians? Në këtë pikë çfarë mendimi keni për shqiptarët në Maqedoni? Ka shumë shqiptarë në Maqedoni. Edhe më shumë nga sa ka serb në Kosovë apo shqiptarë në Serbi. Mbase 40% e qytetarëve të Maqedonisë janë shqiptarë. Pra, çfarë mendoni për këtë? A duhet që ata të bashkohen me shqiptarët? Që të gjithë shqiptarët jetojnë në një shtet nëse u dashka që të ndryshojnë kufit? Because this is going to make everybody mad at me. But what the heck? I mean, my own inclination is Macedonia is not a country. I'm sorry, it's not a country. E urrejta them këtë sepse kjo do të bëjë që të gjithë të tërbohen me mua. Por pse jo, dreqi ta haj. And the Albanians and Qëndrimi im është që Maqedonia nuk është një vend. Më vjen keq, por nuk është një shtet. Ata janë kaq të ndarë sa kur nuk do të jenë në gjendje që të shkojnë mirë së bashku. Prandaj kosovarët dhe shqiptarët e Maqedonisë duhet të bëhen pjesë e Kosovës, ndërsa pjesa tjetër e Maqedonisë duhet bëhet pjesë e Bullgarisë apo çfarëdo vendi tjetër me të cilët ata pretendojnë se kanë lidhje. Ideja që do ta mbajmë Maqedoninë gjallë sepse dikush 30 vjet më parë vendosi që ky është konfigurimi që duhet dalë nga shpërbërja e ish Jugosllavisë, nuk çon në një arsyetim që kjo ide të mbahet ende. A mendoni që administrata e re amerikane do ta nxjisë këtë? Well, if I play a major role, they will, but if I don't, they won't. Nëse unë do të luaj një rol të madh në këtë, ata do ta nxisin këtë proces. Në të kundërt, ata nuk do ta bëjnë. Unë kam ndikim në politikë bërësit amerikan tani. Jam kryetari i komitetit të jashtëm në dhomën e përfaqësuesve që merret me atë pjesë të botës. Ne do të kemi seanca dëgjimore në muajt në vijim. Një nga çështjet që do të diskutojmë është ndryshimi i kufive në mënyrë që ata të kenë kuptim dhe të sjellin paqe në Ballkan. To make sense and bring peace to the Balkans. Okay. So, staying at the case of Haradinaj, Duke qëndruar tek çështja e Haradinaj, çfarë mendoni se do të ndodhë me të dhe sa e rrezikshme është që Serbia të angazhohet në veprime të tilla që mund të përhapin konflikte të reja në Ballkan? Look, I think that the trying to bring up crimes that were committed during this upheaval. Unë mendoj se përpjekjet për të kthyer në vëmendje krime që janë kryer gjatë shpërbërjes së Jugosllavisë janë jo produktive. Vetë se do të krijonin më shumë probleme dhe do të prishnin paqen. Dhe nëse prishet paqja, do të vriten më shumë njerëz. Ne nuk e duam këtë. And disrupt the peace. If it manages to disrupt the peace, more people will be killed. We don't want that. It's time to close the books. Ka ardhur koha që ato dosje të mbyllen. Unë e mbaj mend Ramushin, e di kush është ai. Ai ishte një udhëheqëstrim i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Jam i sigurt se ushtria çlirimtare e Kosovës ka kryer ca krime që zakonisht ndodhin gjatë luftrave. E di gjithashtu se serbët kanë kryer shumë krime. Të ndodhin kur ke të bësh me këto lloj konfliktesh. Është më mirë për ne që të mos ndalemi te këto. Të mbyllim këto libra dhe të nisim të shohim drejt së ardhmes, në vend që të përpiqemi që të gjejmë gjëra të mëdha, por që do të bëjnë që të urrejmë njëri tjetrin për hir të së shkuarës. And start looking to the future rather than trying to find little things that will make us mad at big things that will make us mad at each other from the past. So, Congressman Dioguardi has been pushing on Haradinaj, is this correct? Kongresmeni Dioguardi ka punuar me ju gjithashtu që të shkojë drejt zgjidhjes së rastit Haradinaj, apo jo? Well, I talked to a lot of people, and Joe Dioguardi is one of them, but he is. Unë flas me shumë njerëz dhe Joe Dioguardi është një prej tyre. Ai është një prej njerëzve më të cilët flas shpesh dhe është një mik i mirë i imi. Ai është ish kongresmen dhe ne i marrim shumë në konsiderat mendimet e tij. That we consider his opinions very heavily. Looking back, you have an experience. Duke parë në të shkuarën tuaj, ju keni përvojë në ndalimin e agresionit rus në Afganistan. Çfarë mësimesh nxirrni nga ajo përvojë, e cila mund të përdoret sot? Dhe si e shihni përhapjen e ndikimit rus në Ballkan? Yeah, when I was in Afghanistan and during my time with the Reagan administration, we were fighting the Soviet Union. We were not fighting. Kur unë isha në Afganistan dhe gjatë kohës që kam shërbyer për presidentin Reagan, ne po luftonim kundër Bashkimit Sovjetik. Nuk luftonim Rusin, po luftonim komunizmin. We were fighting communism that wanted to. Nuk po luftonim kulturën ruse, ne po luftonim komunizmin që donte të instalonte diktaturat gjykatare. Ata donin të rrëzonin demokracitë dhe t'i zëvendësonin me diktaturat e egra, bazuar mbi një filozofi marksiste-leniniste. Por ata u tërhoqën, Bashkimi Sovjetik u tërhoq. They gave that up. The Soviet Union
gave that up, and as the Bashkimi Sovjetik dhe komunizmi dështuan sepse ishin djallëzor, prandaj nuk funksionoi. It was evil and it didn't work. So today, Sot, nëse Rusia ka më shumë ndikim në Ballkan, nuk më shqetëson as pak. Përse duhet të shqetësohem? doesn't bother me at all. Rusia është si çdo vend tjetër, dhe nëse ata janë aty duke ndihmuar për të ndihmuar të ndërtojnë shkolla apo projekte në shëndetësi dhe energjetik, është diçka pozitive. Schools are helping build sanitation projects or energy projects. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të bëjnë të njëjtën gjë gjithashtu, me prezencë aty. Bizneset amerikane dhe njerëz nga gjithë bota duhet shkojnë dhe të The investojnë. reason they're not, unfortunately, is because you got this ongoing conflict. Arsyeja pse fatkeqësisht nuk po e bëjnë është sepse kemi këtë konflikt që s'po ndalet mes serbëve dhe fqinjve. Ne duhet ta pushojmë atë konflikt. And say, let's have, if it was up to me, I would suggest that Po people t'ishte për mua do të sugjeroja që kjo zonë e republikave të ish Jugosllavisë të jetë një zonë e tregtisë së lirë përmes të cilave të krijonin vende pune, që jo vetëm rusët të shkojnë të investojnë, por njerëz nga gjithë bota. But people from all over the world could come. Më duhet ta them se shqiptarët kanë një nga vijat bregdetare më të mrekullueshme në botë, dhe arsyeja pse nuk zhvillohet siç duhet është kjo paqëndrueshmëri. Pra le të zgjidhim këtë situatë në Kosovë dhe besoj se në atë pikë shumë nga armiqësitë që ekzistojnë mes shqiptarëve dhe serbëve do të shuhen. The region is still sort of in an instability. There's instability. Well, let's solve the situation. Në atë mënyrë do të gjenden edhe njerëz që duan të And I believe investojnë. at that point, a lot of the hostility Nuk kemi that shqetësuar për exists praninë e there rusëve ashtu with the siç nuk Serbs shqetësohen për të will go tjerët. away. And you'll find people who are willing to invest, but I'm not worried about the Russians any more than anybody else. Vitin e kaluar ju publikua çështjen e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama për të përpjekur që të merrte pjesë në një mbrëmje për mbledhje fondesh të Partisë Demokratike në SBA, në mënyrë që të takojë me presidentin Obama. U zbulua se një pagesë e paligjshme ishte bërë dhe çështja u vu në hetim. Çfarë mendimi keni për këtë tashmë? Well, I was tipped off, and obviously some people were trying to do some things that were not ethical, and I'm happy Unë isha that I at informuar. least, Disa njerëz po was able to përpiqeshin të show bënin that disa gjëra që nuk ishin this is etike. it doesn't Jam i have lumtur që one isha side të or paktën the në other gjendje in që terms të of tregoja. internal politics Nuk ka of rëndësi se kush e bën Albania, këtë dhe cilës but it palë does politike mean në Shqipëri that we're not përket. gonna back E the rëndësishme United është që këtu në States, Shtetet e people Bashkuara të come here and Amerikës play nuk those mund të kind of vinë games njerëz dhe të luajnë in ato the lloj United lërash. States. Dhe ta bëjnë këtë And të duket sikur janë they look amerikan like mbështetës të një American partie supporters politike from apo një tjetre. one side or the Kjo other, thjesht and nuk that funksionon just këtu. didn't Jam i go. lumtur që isha në gjendje që të rreq vëmendjen e njerëzve, ta sjellin përgjegjësin para drejtësisë dhe të japin mesazhin që këto gjëra nuk We bëhen. actually were able to send the message, bring this guy to justice, and send that message. Kryeministri Edi Rama ishte mjaft kritik ndaj presidentit Trump gjatë fushatës zgjedhore këtu në SBA. Tani që Trump ka fituar zgjedhjet dhe është president, çfarë duhet u thotë qytetarëve të tij, zoti Rama? First thing he should tell them is Trump has won the election. Okay? Trump has won. He is president. It's time Gjëja e to parë që ai make duhet të thotë deals shqiptarëve është që and Trump to ka try fituar to, zgjedhjet. Trump see ka fituar. what's Ai the është president. best possible Tani është thing koha we që të can bëhen marrëveshje do dhe të and mundohemi të accomplish shohim se cila with është this gjëja man më e as mirë që mund të president. bëjmë apo And përmbushim me not këtë njerëz si go president. at it as a hostile way, saying we don't like him or he doesn't like us, but hey, where's something that Trump will want to do that we can work together on that's Jo going të to be good for përgjigjemi all në of us. mënyrë armiqësore, Same way duke with thënë se ne Russia. nuk na pëlqen ai Russians apo ai and, nuk na pëlqen ne. Por të gjejmë diçka që ne mund ta bëjmë dhe që Trump do që ta bëjë dhe le të punojmë të gjithë për këtë. In the nose or something, and we need to find out how can we work with these guys that is beneficial to E njëjta everybody. gjë si ne me rusët. Ne nuk duhet të shohim se si t'i godasim me grusht. Ne duhet të shohim se si mund të punojmë me këta njerëz në mënyrë që të përfitojë gjithë The secili. Albanians are one of the groups in this world and the countries in this world that can give us Mendoj që Shqipëria ka shumë për të ofruar sepse shqiptarët janë një ndër vendet e botës që mund të na ndihmojnë drejt një marrëdhënie pozitive me muslimanët. Në Shqipëri në fakt, njerëzit nuk janë të përfshirë thellësisht në fe, por ajo është kultura e tyre prej shumë brezash. Është pozitive që ne mund të kemi marrëdhënie shumë të mira me grupe popullsie që e konsiderojnë veten islamik. by generations before, and it's a positive statement that we can have a very good relationship with a country that is people consider themselves Islamic. Si është jeta në Kongres tashmë që presidenti Trump është në shtëpinë e bardhë? For me, it's very exciting because Trump and I think a lot alike, and that is Trump wants to shake things Për up. mua është shumë He's not there emocionuese to sepse participate Trump in, dhe unë kemi shumë mendime të njëjta. wonderful,
Trump kërkon të shkundë gjërat, ai nuk është aty për të marrë pjesë në festa të bukura dhe festime. Ai është aty për të shkundur establishmentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.